Të nderuar përfaqësues të pushtetit vendor që keni ardhur sot në këtë seancë dëgjimore, unë ju falenderoj për përgjigjen ndaj ftesës. Ky është një ligj i rëndësishëm ndër të tjera edhe për shkak të debatit merrsisht të ndezur që kemi pikërisht për këtë çështje. Sot ka njerëz në burg për këtë. Pra dhe sa më i mirë të jetë legjislacioni, aq më pak hapësira ka për abuzim. Askush nuk ka pasion të shohë se si kryetar bashkish, apo funksionar, apo ministra e tjerë shkojnë drejt burgut. Çështja është a trajtohen mbetjet ashtu siç janë për të trajtuar. Tani, ajo unë e bëra të qartë, pra ajo që neve kemi qëllim këtu për të kuptuar për te debati që ne do bëjmë më tutje është kjo. Sa ky ligj cënon kompetencat e përcaktuara nga ligji për pushtetin vendor dhe ja merr ato duke ja transferuar një enti tjetër. Nëse është kështu, do të thotë që ky ligj është në konflikt me një ligj që është në hierarki normative më lart, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese e ka bërë shumë qartë, kjo nuk mund ndodhë. Dhe është detyra jonë e parë këtu si komision që ta pengojmë. Tani, ligji për pushtetin vendor parashikon një cikël të plot kompetencë e bashkive në lidhje me mbledhjen, transportimin dhe trajtimin e mbetjeve. Termi trajtim është goxha i gjerë, po është dhe fundor. Ka një sër dispozitash këtu në këtë ligj, të cilët trajtimin ja marrin bashkive. Trajtimi i kalohet tjetër kujt. I kalohet një agjencie, ose emrin e ka agjenci, po është një SHA, dhe është ajo që do të përcaktoj rregullat më pas, do të përcaktoj tarifa, pra do të imponoj. Pra pyetja e parë, a shihni ju që dispozitat të ligji dhe institucione që nuk janë pushtetit vendor marrin pjesë apo plotësisht kompetenca të pushtetit vendor në lidhje me trajtimin e mbetjeve? Një çështje tjetër. Trajtimi i mbetjeve sigurisht sot, pra për sa kohë ne flasim dhe për një ekonomi qarkulluese, mbetjet kanë dhe vlera të cilët mund dalin dhe të rivalorizohen. Dhe këto të prodhojnë të ardhura. Sot ligji ja jep mundësinë pushtetit vendor që të krijojë ardhurat e veta dhe ndërtohet edhe nëpërmjet trajtimit të mbetjeve. A paksohen të ardhurat e njësive të qeverisjes vendore në lidhje me në këtë aspekt, pra duke ja transferuar një agjencie që në fakt është SHA, ai paksohen të ardhurat pushtetit vendor që do të nxirrte nga ndarja jo vetëm në burim, po dhe më pas përpunimi më tejshëm dhe rivalorizimi i mbetjeve, qoftë duke nxjerr metale, elemente të tjera të cilat dhe t'i shes, pra mënyra e saj se si e gjen nxitjen. Futja e hakemit, një çështje e tretë, futja e hakemit në lojë që përcakton tarifat e pjesës fundore për trajtimin e mbetjeve. Dhe kjo është jo nuk është më në diskrecionin e bashkive, sepse bashkitë do të jenë kliente, do të lidhin kontratë. Dhe duke kërkuar të shërbim, do pagojnë para. A cënon kjo kompetencën e bashkive për të përcaktuar ajo kostot e shërbimit për trajtimin e mbetjeve? Sa ndikon kjo në rritjen e kostos shërbimit dhe përjedhoi dhe çmimit, për atë që do pagojnë nesër qytetarët në tarifën e mbledhjes? Dhe nëse kjo është jashtë kontrollit bashkive, çfarë ndikimi ka kjo në raport me përgjegjshmërinë me votë që kanë kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiak, në lidhje me një moment kaq të rëndësishëm që ka qeverisja e përditshme e qytetarëve që është roli i bashkive. Mos harrojmë diçka.
I rikthem pak asaj çështjes së parë. Neni 13 e Kushtetutës thotë qeverisja ngrihet në bazë të parimit decentralizimit të pushtetit vendor dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore. Parimi i subsidiaritetit, pra pushteti ushtrohet sa më pranë zgjedhësve, është themelor në një demokraci. Pra këtu nuk është çështje eficiencë, thjesht vetëm eficiencë qeverisje dhe qeveria mendon që mund mendon ajo e bën ajo më mirë. Ky është parim kushtetues. Dhe sa kohë kjo është e shkruar në një ligj të miratuar nga parlamenti me 3/5, kjo kompetencë në funksion të kësaj parimi kushtetues është e bashkive. Pra, çdo përpjekje për ta tretur në mënyrë që të rrijë dhe të shkojë diku tjetër është në kundërshtim me kushtetutën. Pra, ne nuk kemi këtu nevojën që dëgjojmë nga bashkitë relacionin e qeverisë. Ne kemi nevojën të dëgjojmë çfarë është ajo që është e juaja, që nuk ju a merr kryeministri, edhe kur është i juaj, sepse parimi është kushtetues për te kryeministrit. Ju lutem. Unë bëj pyetje. Shiko, zoti Belyk Bashi, mund të vazhdoni, po më nëse si din rregullat e komisionit. Si di rregullat e komisionit ai pse? Jo, drejt. Po them gjë. Tani kemi një situatë ligjore aktuale. Në moment saktuar vlerësimi për përputhshmërinë ka qenë 100%, por kjo është detyra e bashkive për ta bërë këtë lloj vlerësimi me akin, pra me direktivën. Sigurisht që ka ndodhur një seri situatash të rënda ku pavarësisht edhe në këtë ligj përmendet po themi hierarkia e trajtimit dhe incenerimi, pra zhdukja e mbetjeve është e fundit në atë renditje. Në fakt edhe në po themi, edhe në strategjitë e mëparshme kështu ka qenë, incenerimi u kthye prioritari. Si mendoni ju, çfarë pra ajo që do doja unë është që ky ligj mos legalizojë skandalin që ka sot Tirana, Elbasani dhe Fieri. Që ose inceneratori nuk ekziston fare dhe njerëzit pagojnë para, ose inceneratori atje është diçka që nuk funksionon. Po në fund fare janë parat e njerëzve dhe skandalet mjedisore që ndodhin nëpërmjet djegjes mbetjeve, pra ndërkohë që i gënjejmë dhe i marrim parat, nga ana tjetër helmohen për ditë. Pra, a jep ky ligj e respekton të lloj hierarkie në trajtim, pra incenerimi është opsioni i fundit që mbetet. Sa ekziston mundësia nëpërmjet këtij ligji që nëpërmjet kësaj shas që ka të drejtën. Unë shpresoj që i mbani mend pyetjet, se do doja përgjigje. Jo më se do prekin ju. Kjo shaja ka të drejtë krijoj edhe persona juridik të tretë, pra kompani tjetër. Pra mundësinë që të thras në lojë edhe kompani private të cilat sot ne nuk i shohim këtu. Edhe dek. Pra edhe kompani private që ne nuk i shohim sot këtu, të cilët do futen këtë lojë jashtë vullnetit të bashkive. Pa. Tani ju përmendët, unë dëgjova nga të gjithë, përmendët edhe që do të ishte më mirë që kjo të ishte diçka që trajtohesh në nivelin e qarkut. Sa ekziston mundësia e bashkive sot që së bashku, nëpërmjet asaj që jep ligji, mundësish për të bashkëpunuar me njëra tjetrën, të ndërtojnë në nivelin e qarkut, duke potencuar qarkun që është niveli i pushtetit vendor. Si rregull do të jetë gjithashtu po aq autonom nga pushteti qendror, por që është zbrazur, është i guac bosh. Sa mendoni që mund ta luajmë nëpërmjet kësaj dhe pa patur nevojën e hakemit, sepse unë kuptoj një gjë. Hakemi nuk është konsultuar në konsultat publike të bëra deri në nëntorin e vitit 2024. Është një fiksion si sha i korrik gushtit të këtij viti, kur kryeministri doli pa pritur sa aq sa është e vështirë sot, e kanë patur të vështirë ta përputhin
në ligj qëndron në hierarki më lartë se sa Agjencia Kombëtare e Mjedisit, që është ent publik. Dhe jo vetëm kaq, po flitet për kompetenca, një SHA që ka kompetenca. Pra, është një sajes e momentit fundit, nuk e di sa është konsultuar, pra do doja dija, a është konsultuar me ju deri në nëntorin e vitit 2024? Faleminderit. Faleminderit zoti Bylykbashi.